është e shtune, 30 maj 2026, Muzeu Reporting House këtu në qendër të Prishtinës nuk ka rrymë, ka lajm rrugëeci që prej mëngjesit në ora 10 deri në ora 3 s'ka rrymë, por megjithatë aktiviteti po vazhdon. Trit janë të majt, diku 33 i kemi, janë të majt debat me modelin Kombet e Bashkume, aktiviteti trive, edhe turistat po vinë po i këshyrin me bateria të telefonave, fotografit. Kjo është Kosova jonë. Sot kena nxënësa prej shumë shkolla të ndryshme, për shembull Prishtina High School, American School of Kosovo, Gjevde Doda, ILG, edhe plot të tjera. Sot kur kena ardhur në mëngjes na stafi, e kemi po që nuk ka pas rrymë. Edhe sot fatkeqësisht s'ka me pas rrymë deri në ora 3 mazdite. Kjo ka qenë shumë problem për neve, sepse ka shumë nevojë për rrymë në mjuen, për me bo hulumtime, por edhe për dritë, edhe zërim, edhe këto gjëra të ndryshme. Por e kemi zgjedhur një zgjidhje si staf, edhe do të zhvillohet konferenca prapë se prapë. Gjithat kemi hap me telefona, jemi duke provu me marrë mënyra ndryshme për internet. Aktiviteti sot që po zhvillojna quhet Model United Nations Conference. Kjo është një konferencë që bëhet me tri, është për diplomaci rinore ku pjesëmarrja në zonë saftëri që janë shkollë mesme, mbledhen bashkë për me diskutu temat ndryshme, përfaqësojnë shtete dhe interese ndryshme, edhe bojnë një debat përmena një sistemi edhe një rregullimit caktuar të foljes, të diskutimit, të debatit edhe të matjes së kohës. Sot në Reporting House jemi duke zhvilluar një Model United Nations, e cila është një simulim i takimeve të Kombeve të Bashkuara. Sot në konferencë kena dy tema. Një grup është për konferencën e Londrës të 1912, edhe tjetra është për imigracionin në shtetet të zhvilluara, edhe qysh ajo indikon shtetet të pazhvilluar. Unë jam kryesues i komitetit specializuar, cilën e ka temë konferenca e Londrës, cila u mojt 1912. Në këtë konferencë, këtë komitet specifik, kemi me diskutu edhe kemi me pas palët që kanë qenë prezent në konferencën e Londrës, prej për shembull Isa Boletinit, Ismail Qemalit, po edhe për delegatëve të Perandorisë Osmane, të Rusisë, të Serbisë. Këta e kanë temë me diskutu një alternativë që kishë ndodhur ndryshe me informatat që i kanë sot, me shkallësit që i kanë sot, me ofru një nështë pikpamje ndryshme për që ka ndodhur në realitet. Ideja e kësaj është me zhvillu a po mundet me bo një zgjidhje më e mirë, apo mundet me bo një zgjidhje më e keqe, do më thonë çka është fitimi për secilëve palëve. Edhe këtu shkallësia që matet në vërtet është shkallësia e diplomacisë. Jo shtetin që e përfaqëson, po shkallësitë që i ki si individ me përfaqësu një interes saktum. Ndonjëherë mundet me tra me qenë Shqipnia, ndonjëherë mundet me tra me qenë Perandoria Osmane, mundet me tra me qenë Rusia. Nuk është ideja mu koni mirë vetëm si një shtet, si Shqipëria, apo si Amerika, apo si Gjermania. Ideja është që bazë shkallësive tuja diplomatike, tash si të rinj me përfaqësu që ato interese edhe në çdo pikpamje, çdo interes që e përfaqëson me fitu dhe me qenë më i mirë ose më e mira në atë aspekt. Sot, unë jam Shqipëria në temën e Brain Drain's Effect on Developing Countries, e cila do me thonë që ndikimi i njerëzve që janë intelektual, që dalin nga vendet të tyre që janë më pak të zhvilluara, në vendet që janë të zhvilluara, edhe ndikimi atyre në shtetin e tyre. Edhe si Shqipëria, unë do përfaqësoj idetë e Shqipërisë. Na se për konferencë e kena vendos një temë e kaluara edhe e ardhmja e Kosovës. Kështu që kjo grupi tjetër është për imigracion, edhe që ajo ndikon të ardhmen e Kosovës, por tjetra është për konferencën e Londrës, ajo është një pjesë e madhe e historisë së Kosovës. Tema për sot është minoritetet që jetojnë, që shkojnë për një venet në venin tjetër, edhe që shmëret mi dëmtu ajo origjinën ku ata janë lind, edhe që shmujnë ata mjau hek për shembull nëse një person është shumë profesional, që shmujnë mjau hek vlerën origjinës të vetë për me shku me një vend tjetër. Unë jam Gjermania, ku me përfaqësu Gjermaninë edhe ku me folë për qysh minoritetet do të me balancu prej ku vjen edhe tani ku kanë shku, edhe qysh me bu një pace që mënet dy vendet me përfitu pja asaj. We cannot force a person to come to our country. If a person wants to come to Germany, we cannot
stop them and you cannot force them to come. The delegation of Albania is honored to participate in today's discussion on the issue of brain drain. Brain drain remains one of the most significant challenges facing developing countries. Every year, thousands of educated professionals leave their home countries in search of better employment opportunities. Do të me këqyr në website si Model United Nations, do të me këqyr këne ki armek edhe këne ki mek edhe që pozita jote në temën që e ki. Do të me këqyr Gjermania qysh menën për qatë temi, jo qysh menën te. Do shme përfatsu vendin, jo menimin tënë personal. The United States believes that youth unemployment and political instability is driving your bright minds away. How would your country address this? The delegation of Albania strongly believes that the solution is not to restrict migration, obviously, but investments in the developing countries should be taking place. Konferenca e Londrës ka qenë ndarja e kufit të Ballkanit mas luftrave ballkane. Kështu që ajo është shumë e rëndësishme për Kosovën. It is of utmost importance that all Albanian-speaking territories are combined into a single unified Albanian state. The partition of these lands will lead to increased tension and chaos in the region. I'm aware that the primary goal of the great powers is to prevent a greater regional conflict. It is my belief that a unified Albanian state, whose borders are drawn along ethnic boundaries, is the only way to prevent such future conflicts. If Albania has declared independence, do they still believe that ties with their fellow Muslim brothers in the Ottoman Empire are necessary? We are not a Muslim nation. We are a multi-religious nation. There are plenty of Orthodox Albanians, Muslim Albanians, and Catholic Albanians, as well as atheist Albanians. What ties us is our shared national heritage and our shared language. Do you believe that Albania has enough military power to defend itself against neighboring threats? No, currently Albania does not have enough military power to defend ourselves against neighboring threats. The delegation of Serbia understands where the Albanian representative might be coming from, but why should Albania, in a way, abstain Serbia from having access to the Adriatic Sea? We refuse to give Serbia access to our coast due to the population and the rich history that we have. Është një simulim të Kombeve të Bashkuara, kështu që delegatë që janë aty debatojnë me njëri tjetrin, po edhe gjejnë zgjidhje për problemet më të mëdha të botës. Qëllimi i debatit është temën që e kemi me bo patësor, që pajtojnë krejt shtetet për qatë temë. Jo për shembull një shtet me menu diçka tjetër, një shtet tjetër, do të me gjithë një mes. Shkallësitë më të mëdha që i kam ndërtu është fjalimet publike, me pas diskutime publike, me rrethana ku ka njerëz, më në më konë 20 persona, më në më konë 100 persona, tashmë atë probleme kam hek.